Vazhdojmë të flasim pikërisht për temën me fjalë me profesorin Festim Rizana, i cili është hulumtues në hibrid. Profesor, ne morëm pak a shumë informacione rreth krejt këtij hulumtimi që është bërë nga hibrid, por unë do doja të ndalem tek format e keq informimit të cilat kanë qenë më të përhapura, nëse mund të themi, gjatë këtij rundi të zgjedhjeve në vendin tonë. Lajme treme, titull mashtrues, foto, video të manipuluara, apo nga njëherë edhe pretendime politike të pavërteta, të pabaza, thjesht për me marrë vëmendjen e një pjesë të shoqërisë sonë. Si ishte? Po, do të thonë, ka dominu lajme të rana me idenë që kanë qenë të sajuara totalisht, do të thonë përmbajtje kryesisht që në vete kam përmbajt disa fotografi me diagrame peqyshtu, me grafikone të ndryshme, me idenë se paraqisin një sondazh të caktuar mbi baza edhe lokale, dhe më tonë për komunat të caktuara, ku i kam paraqit disa me idenë se kush do t'i fitoj, ose kush po i prim, dhe më tonë në sondazhe, kush do t'jetë kandidati fitus në zgjedhjet lokale. Ato faqe në një farforme kanë pas prapashtesa, news, info, jenë identifiku me qytetin, edhe njëkohësisht kanë majt krahun ose kanë publiku përmbajtje të caktuara që kanë përkrahur një subjekt politik, domethënë në bazë të kësaj përmbajtjeve që i kanë publiku. Edhe kryesisht thash sondazhe të sajuara kanë publiku që kanë qenë me idenë se kanë përdorur edhe teknika për shembull të tjera ku kanë përdor akronimet së gjë instituteve sipas këtij instituti ose atij instituti. Janë thirrur në emra të instituteve non-ekzistente. Po, fiktive. Njëkohësisht edhe kanë në mbishkrimet e tyre kanë shkruar që sipas kësaj metodologjie, në bazë të kësaj mostre, me idenë se kanë kuptuar që këto sondazhet bëhen me mostra e me metodologji. Po pra, se njerëz kanë punu gjatë për atë punë. Po, edhe me idenë që me fitu besueshmëri, po këto kanë qenë domethënë të pa baza, të manipuluara totalisht dhe nuk kam përbërë domethënë një informacion kredibil që audienca me pas për bazë gjatë idesë se kanë do ta votoj. Po njëkohësisht ka pas edhe mbi baza lokale edhe fotografi të manipuluara, nëse më i me cek për shembull. Po patjetër. Ka pas fotografi të një investimi të caktuar, për shembull në një rast në Podujevë, dhe janë marrë fotografi të tilla edhe ja kanë vesh se gjë kryetari duke e ndërtuar shtëpinë e re, edhe pse ato ishin disa punime për një objekt të caktuar, ose edhe manipulime me deklarata të vjetra, të figurave të ndryshme publike, politike, për shembull që i kanë bërë disa në kontekst të ndryshme kohore, i kanë ripubliku me idenë se me diskreditu palën tjetër kundërshtare. Profesor, ka pasur, nëse mund të themi me fjalën, pika të nxehta nëpër komunat e Kosovës ku ka qenë debati më i madh ndërmjet partive kundërshtare. Për shembull, kemi Gjilanin, Prizrenin, Mitrovicën, Prishtina patjetër, cilat kanë qenë format më konkrete të keq informimit dhe shfrytëzimit të rrjeteve sociale, kryesisht kambindjen dhe mediave lokale të këtyre qyteteve për të bindur qytetarët me informata jo të sakta, siç ishte kjo në Podujevë. Po, në bazë të përmbajtjeve është e çuditshme, po për neve për shembull që i kena identifikuar dhe i kena gjetë, ka pas disa lajme të rëme për Podujevën, të krijuara nga faqe të ndryshme në media sociale, domethënë në një farforme Podujeva e ka dominu, po njëkohësisht edhe në Gjilan, edhe në Prizren, po edhe në Fushë Kosovë, domethënë janë kriju disa faqe thash me prapashtesa info ose news, me herë me emën të qytetit, herë me një emën tjetër, por që nga përmbajtja është pa që ndërlidhet me zgjedhjet lokale në qytet. Edhe ata kanë publiku domethënë përmbajtje të caktuara ku e kanë përkrah ose e kanë diskredituar një palë tjetër. Dhe kjo ka qenë ajo forma ndoshta ka pasur domethënë përmbajtje video të shkurtra me inteligjencë artificiale që i kanë publikuar në disa raste, vetëm me kriju një lloj propagande kundërshtuese ndaj palës tjetër dhe të favorshme të partisë të cilës ata domethënë në farforme e përkrahshin në bazë të përmbajtjeve, sepse nuk e din kush qëndron prapa atyre faqeve. Këtu doja të ndërlidhesha, e përmendet që janë qytetet ato të cilat ju jepet emri këtyre faqeve. Për shembull, personalisht, Prishtina News, Drenica Info e të tilla kanë qenë pafund faqe që kanë dhënë informacione
her kundër njërit kandidat, her kundër tjetrit kandidat, që na lënë të nënkuptojnë që janë vetë këta kandidat të cilët financiojnë këto lloj faqesh dhe në të njëjtën mënyrë, në një farë forme, bëjnë manipulimin e qytetarëve. Kam të drejtë në këtë? Apo është një pikpyetje që nuk mund t'i japim një përgjigje definitive, por vetë fakti, përderisa faqja ime flet kundër festimit dhe festimit flet kundër meje, më le të nënkuptoj që këtu qëndron e vërteta, që janë vetë partitë ato të cilat po financojnë këtë faqe. Po, nëse i ndëllim, në bazë të asaj që çka kanë publiku, se thash nuk e dim kush qëndron pa atyre, po në bazë të asaj mundemi me vlerësu që kanë qenë në përkraje të një partije të caktuar, po është interesant se në momentin që po i vendosin prapashtesën info ose news, audienca jonë për merë të mirëqenë si media atë faqe, dhe kjo po keq përdorët sidomos gjatë zgjedhjeve, po krijon faqe të tilla ku po publikohen përmbajtje lidhur me zgjedhjet dhe në momentin e kemi identifikuar në momentin kur po përfundon procesi fushata zgjedhjet, ato faqe ose po mbyllen ose po ndrojnë përmbajtje, domethënë po mirën me showbiz ose diçka tjetër. Ose dhe ndrojnë edhe emrin. Po e ndrojnë edhe emrin, domethënë në bazë të asaj se çka ju intereson atyre konkretisht, kështu që audienca duhet me qenë ma selektive në marrjen e informacionit. Dhe këtu duhet të ndalem, profesor. A kemi audiencë që di të jetë selektive mjaftueshëm për të kuptuar që ky lajm është një propagandë, që ky premtim është thjesht një premtim i momentit dhe jo diçka që mund të realizohet prej këtyre hulumtimeve që keni bërë, jo vetëm tani, por edhe në të kaluarën. Sa dim ne të kuptojmë që kjo informacion është me të vërtetë i saktë. Këtu ka diçka të vërtetë, apo kjo është thjesht një gënjeshtër që po na shitet në një kohë gënjeshtësh? Me qënë se nuk kemi bërë një matje të audiencës, po e bëjë një vlerësim në bazë të komenteve në ato përmbajtje keq informuese. Dhe më thonë, komentet edhe shpërndarët e atyre përmbajtjeve të regonë se jemi shumë të ndjeshëm ndaj dezinformimit. Se e shef një sondazh të rënd edhe në momentin që ai sondazh e paraqet partinë time, dhe më thonë të parën, dhe fituese pa një pa dy, une e shpërndaj ato dhe komentoj, bile komentoj edhe në atë formë se përqindja është e vogël, këta do të marrin edhe ma shumë format të tilla, edhe kur e shën numrin e komenteve dhe formën, e shet që audienca nuk e ka atë ndjeshmërinë e verifikimit të informacionit. Sepse në një farë forme, nëpërmjet një scrolli në media sociale, ne po i marrim informacionet pa i verifiku kush janë publikues, domethënë ku e pash këta. Vetëm po mjaftohet me e pash në Facebook, po në Facebook secili prej nesh mundet me publiku gjithçka. Kështu që duhet të verifikohen ato informacione. Domethënë në këtë kontekst mundem me thonë që është e ndjeshme shoqëria ndaj dezinformatave edhe keq informatave që qarkullojnë. Profesor, përmendet Facebooku, në fakt, përveç Facebookut është edhe TikToku si platforma në cilat po besoj që ka pasur më shumë të përmbajtje të reme që janë shpërndarë nëpërmjet tyre, apo si qëndron? Te ne si duket apet Facebooku po dominon gjatë fushatave, se po krijon faqe të ndryshme, po edhe TikToku është shumë aktiv, sidomos edhe në periudha tjera kohore, po në këtë rast, për shkak edhe të mostrës tonë, ndoshta që i kemi identifikuar, ndoshta ma që kam pas ma shumë shpërndarje, ma shumë komente, ne i kemi trajtu ma shumë ndoshta në Facebook përmbajtjet dhe kjo nuk do më thonë që edhe në TikTok nuk ka pas përmbajtje keq informuese. Shpesher e kena gjetë që emri i njëjtë, i faqes e njëjtë në Facebook figuron edhe në TikTok dhe e shpërndan përmbajtjen e njëjtë. Por kësaj radhe Facebooku, se kemi pa dhe investimet më të mëdha që janë bërë për komunikim audiencë dhe nga partitë dhe nga kandidat ka qenë në Facebook. Si duket Facebooku është ma gjithë përfshirës të na akoma. TikToku e targeton një audiencë pak ma të re, ma gjeneratës zë që po njëhen edhe... Ma cool. Edhe pse ka pas kandidat që i kanë zhvillu audiencën në TikTok, po prapë Facebooku mbletet për zgjedhjet lokale, po për forma tjera dhe TikToku është në zhvillim. Por që përfundimisht prej rezultateve të para që kemi parë prej komunave fituese dhe këtyre që shkuan në balotazh, po na del që njerëz qytetarë tanë prap janë më bindës kur ju flisni drejt për drejt në takime, në tubime, se sa në këto videot super atraktive, shumë të veçanta të shpërndara si në TikTok ashtu edhe në Facebook e rrjetet të tjera, apo jo? Po në bazë të një observimi që
duke i përcjell fushatën, kemi arrit në disa rezultate në atë kuptimin që sidomos në lokacione më të vogla, komunikimi fizik po është më bindës edhe me në farë forme po sjell më shumë vota se sa komunikimi digital në sferën e mediave sociale, po në komuna të mëdha si Prishtina, Prizreni, Erpeja, jo i domosdoshëm që të jesh edhe në rrjetet sociale, por në rrjetet sociale kryesisht targetohen audienca që në një farë forme është në dilem a kanë me votu edhe a me dalë në zgjedhje apo jo, se nëpërmjet asaj ti arrin taj edhe e bind ose nuk e bind, domethënë me dalë me votu, po e bind ose nuk e bind me ta dhënë votën ty apo jo. Domethënë kjo është forma, por në lokacione më të vogla ky takimi pequj fushata derë më derë ka qenë ma e fryshme edhe ma bindse për audiencë. Ti kthehemi edhe njëherë hulumtimit. 28 sondazhe të reme, ndërsa ato që më bënën shumë përshtyp janë edhe 2 exit polle që janë fabriku prej rrjeteve sociale. Pra përveç këtyre exit polleve që u bën mediatike dhe shumë të mëdha që japën shifra nga më të ndryshme që jo gjithmonë që ndranin me realitetin, pas kemi pas edhe exit pollet të reme të cilat kanë qenë të prodhuara brenda vetë Facebookut, apo jo? Po, domethënë gjatë ditës së zgjedhjeve i kemi identifikuar këto, përveç sondazheve të reme, domethënë ku e dim që exit pollat dalin në momentin kur kryhet votimi, domethënë në 19. Këto me idenë se këta në një farë forme është mësu loja e zgjedhjeve, edhe këta i kanë publikuar në media sociale 2 exit poll, domethënë i kanë emërtu exit pollet, po në fakt ato ja kalon emrin ashtu. Po, domethënë kanë qenë totalisht të sajume, me idenë që me manipulu audiencën në rastet caktuara, domethënë në lokacionet caktuara, edhe me ndryshu perceptimin se në një farë forme çka po ndodh, po një 2 orë para mbylljes së votimeve apo 2 orë e gjysmë këto janë publiku, edhe që në një farë forme me manipulu audiencën edhe mi orientu në disa lokacione se çka me bo, a me votu, a mos me votu, a me dalë në vot apo jo. Profesor, a kemi informacion nëse dikush nga drejtuesit e këtyre faqeve, këtyre platformave që bëhat, të ketë marrë qoftë edhe një dënim të vetëm, apo t'je dërgu një kërkesë për një intervistë në policinë e Kosovës, nëse mund të themi. A kemi informacione të kësaj natyre? Sepse janë kaq prezent në përditshmërinë tonë dhe kanë një ndikim kaq negativ tek njerëz tanë, sa që definitivisht ne duhet të jemi më të vëmendshëm dhe vetë institucionet duhet të jenë ato të cilat kërkojnë llogari ndaj atyre që drejtojnë këto faqe. Këto nuk ka, domethënë sa kam informacion, nuk ka veç nëse e prek individin personalisht dhe ai dëshiron me u marrë me atë. Po, domethënë me u marrë me çështjen, por ndryshe secili prej nesh ka mundësi sot me publiku në rrjetet sociale edhe pse kemi përgjegjësi për ato që publikojmë, se nëse e fyjmë ose nëse shpifim për dikën, ai mundet mu marrë me neve, domethënë për atë shpifje që kemi bërë, edhe kjo është problematike domethënë që duhet mu trajtu, por deri tash në aspektin e dezinformimit nuk ka pasur ndonjë ndjekje të këtyre faqeve, se problemi veç nëse e raporton për mbajtjen e caktuar, edhe ajo fshihet ose në një farë forme anulohet në një farë forme, po ideja është se aja të faqe... Nuk është dikush që ka marrë një dënim për atë punë që ka bërë, sepse fundit dëmi është jashtëzakonisht i madh. Po format e krijimit të faqeve, domeneve, IP-ve që njihen është problem mi ndjek, edhe nëse i ndjek ose e mbyll, ai ka mundësi me hap një faqe tjetër dhe nuk ka formë. Një problematik shumë e madhe. Përmendëm që në krejt këto lajme të re me exit pollet të fabrikuara e forma prej më të ndryshme të propagandave politike, keni hasur edhe përfshirjen e mediave serbe dhe ruse në krejt këto fushat. Po, domethënë kemi monitoru edhe mediat serbe, domethënë në Serbi kryesisht se çka po shkruajnë për zgjedhjet. 20 përmbajtje prej tyre i kemi trajtu, domethënë të mediave dhe zyrtare dhe serb deklarata. Pra, është kaq e rëndësishme për ta që populli ynë të mbetet i keq informuar dhe njerëz tanë të vazhdojnë të votojnë në amendësime. A kam të drejtë këto, a si qëndran? Po, kryesisht ata e targetojnë komunitetin serb, sepse edhe narrativat që janë kriju në mediat serbe dhe nga zyrtarët serb është ka qenë që me mobilizu komunitetin serb këtu
me votu listën sërbe, sepse listën sërbe kanë paraqitë si subjekti vetëm legjitimi sërbe që i mbron interesat. Që këtë rast ka dëmtu parti tjera sërbe në Kosovë. Po, dhe më thonë që i mbron interesat e komunitetit sërb këtu dhe është në një farforme lojale apo në një farforme është në koordinim me Beogradin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Njëkohësisht janë mundu mi paraqitë zgjedhjet këtu jo demokratike me idenë se komuniteti sërb po del me votu, po del në kërcënim, në represion nga Prishtina zyrtare, ku Albin Kurti, dhe më thonë, kryeministri në detyrë është paraqitë gjithmonë si subjekti destabilitetit dhe presionit që i bën komunitetit sërb. Këto janë ato ma kryesorët ndoshta që kanë qarkullu nga mediat sërbe. Ka pas një periudhë ku në fillim të fushatës ka pas një intensitet të përmbajtjeve, pastaj pak ma relative edhe në fund të fushatës ku është vlerësu edhe fitimi i listës sërbe me idenë se u kthye ka shpresë për komunitetin sërb në Kosovë, sepse u kthye digniteti, u kthye edhe kontrolli i komunave me shumicë sërbe në Kosovë. E qartë. Tani, profesor, kjo javë që kemi përpara dhe në fakt këto 2 apo 3 sa ishin që kishim pas përfundimit të zgjedhjeve, ka qenë koha më e mirë për me bo lajme të reme. Më e mirë në kuptimin që thonë kur të bje shi, mbushe me fara orën se ka me pas shumë punë aty. Më duket si kur ka qenë koha më e mirë për me i dezinformu, për me i jap informata jo të sakta, për me bo propagandë politike, jo këj kandidat për shembull pash dikund. Ditën xhami e natën me raki, do me thonë dezinformata, trajtim të forma më të ulta njerëzore të kandidatëve dhe kundër kandidatëve. Ishte për të ardhur këtë se si një personazh do me thonë sulmohet në atë mënyrë, më pas tjetri i kundër përgjigjet. Ka qenë një kohë shumë e mirë, po edhe pra për me bo punë të kësaj natyre. Si e keni parë ju? Po, është e vërtet, ky polarizimi politik të na që ka ndodhur, do me thonë shoqërinë tonë, edhe kjo gjua polarizuese, do me thonë ku jemi ne dhe ata, ne jemi të mirët, ata janë të këqit. Këta sanë brëzvyn, ka qenë shumë e rëndë për me pa që është e vërteta. Po, do më thonë kjo, sidomos me mediat sociale, kjo është rritë në nivelin e lartë, me idenë se me etiketu të tjerët si me etiketimet të ndryshme, me ndërlidhë me armiqtë të jashtëm dhe të tjera, vetëm me Kjo është patriot dhe unë jam më patriot se gjithë të tjerët. Ka pas shumë. Kjo formë është përdorur shumë edhe në media sociale, dhe më thonë për propagandë, për diskredituse ndaj palës tjetër, me forma të ndryshme, me manipulim të imazheve, me manipulim të deklaratave të ndryshme, shpesh edhe video, dhe më thonë të prera, sekuenca të caktuara, me kontekste të ndryshme që janë publiku në media sociale dhe shihet një vlug i madh i kësaj edhe në një farforme ka që përthejnë interaction në anglisht, dhe më thonë ndërveprim të madh në media sociale të kësaj, që në një farforme po reflekton edhe në aspektin fizik, në rastet të caktuara, kjo përplasje gjatë debateve që po i kemi, po dhe në për studio televizive, një formë, një gjuhë e tillë polarizuese është në rritje e sipër. Gogja trishtuese për me pa. Kjo javë ka me qenë kulmi i lajmeve të reme, i exit polleve, i këtyre, si ishte, grafikave, kush fitone, kush humbë. Po, ju e dhatë një mesazh shumë mirë në kronikën që e pam, për gjithë ata të cilët po na ndjekin, do doja t'i rikthenim edhe një herë asaj pjese që të jemi të vëmendshëm, të jemi të kujdesshëm dhe të mendojmë 2 herë se çfarë po lexojmë dhe çfarë të besojmë. Po, do më thonë, exit pollet duhet me pas parasysh se publikohen në orën 19, do më thonë, kur përfundon procesi i votimit. Jo më herët, nuk është e lejushme më herët. Ndërsa sondazhet që publikohen në media sociale janë komplet të sajuar dhe nuk paraqesin gjendjen reale të në këtë rast të raundit të 2 të zgjedhjeve të balotazhit në cilën do komunë ku do të zhvillohet. Kështu që audienca duhet me pas parasysh dhe mos me marrë të mirë qena këto, po të informohet në media kredibile, në media që njihen, dhe më thonë që publikojnë informacione të verifikuara, publikojnë informacione të
me burime të caktuara dhe i kushtojnë rëndësi mirë informimit në mënyrë që audienca pastaj të vlerësoj se çka të bëj gjatë balotazhit. Profesor, faleminderit shumë për gjitha info dhe mbi gjitha për këshillat që na i dhat. Kemi shumë nevojë në këtë kohë që të flasim për këtë punë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën.